Mirë, jemi rikthyer në këtë pjesë për të folur për modën dhe për Met Galan që zhvillohet. Do të ndrosh patjetër ngjyrën e flokët. Vjen keq po ta them. Po edhe për Sigrida Duma, hajt le ta themi. Ma bën lërë tani. Po jo, po kjo është qëllimi. Urgjent ndro stilin e flokëve atë. Vjen keq, ëh. Okej, mirë, do mundohem javën tjetër. Atëherë, Met Galan zhvillohet një komunitet, azili pleqve sapo na kanë bërë një peticion vetëm që ndrosh ti ngjyrën e flokëve. Po Miranda mund të më thotë që më shkon për shembull. Po Miranda është njëri me edukatë etj etj, po dhe Miranda ka të njëjtin mendim me mua tani. Miranda, mirëmëngjes, të lutem më thuaj një fjalë të mirë. Mirëmëngjes, po ngre pak zëri, nuk e prandaj. Hajde syze që ke Miranda. Më kishte marrë malli për Engeli që në prezantim, kur kemi qenë këtu në një festival, mos të zëmë e vrak. Ku ke qenë më? Si e një be mirë? Të cili festival, të videot e klipit? Në të klipit? Më falë, se nuk ju dëgjoj mirë. Sa ta sistemojmë për pak zërin, atëherë siç po them do flasim për Met Galan që zhvillohet çdo vit, por në të hënën e parë të muajit maj. Po pse quhet Met? Met, që nuk e di pse quhet, po për herë të parë di që është bërë në vitin 1948 dhe bëhej për të mbledhur fonde për... Me siguri, ai që e ka krijuar ka pas emrin Muhamet. Për mbledhjen e fondeve për departamentin e kostumeve. Për sa më shumë art. Po. Mbledhen fonde për departamentin e kostumeve. Departamentin e kostumeve të kujt? Të Vëklanit. Të Vëklanit, jo. Qëllimi është që ti të vish këtu me një kostum me një veçe që nuk do guxohet ta vishe në përditshmërinë tënde. Pra të dilje nga nuk duhet të jetë i zakonshëm, prandaj është gala, është një gjë, art, është një gjë veçantë. Nuk është sikur shkon në dasëm, akoma më shumë se sa aq. Egzagjerime, gjëra që janë jo të zakonshme. Si instalacione artistike. Mblidhen të gjithë dizajnerët në të gjithë dhe bëjnë më të mirë për të dukur sa më bukur njerëzit që ata i kurojnë. Dhe Miranda, çfarë nuk na pan syt këtë vit? Nga një modele që shkoi e veshur me xhinse, në Cardi B që kishte veshur diçka, nuk e mora vesh çfarë ishte, ishte si një shuk leckash. Ishte vërtet në Cardi B. Nuk e di nëse ti po i sheh panë që po shohim dhe ne. Tani po shikoj Bad Bunny, tani është Heidi Klum, sepse dalë në dy. Nuk e shikoj mirë, dalë me të. Për ty si ishte ky vit? Mua nuk më duken shumë të exagjeruar si çdo vit tjetër. Fytyra ime është mbi atë që ju tregoni. O tatuazh dhe me fjalë do të kthej përgjigjen kush është personi që është në red carpet, nuk duket, prandaj. Nuk duket. Unë i njoh si fytyra, po me emra jam pak dramë. Kjo mund ta ndihmosh. Fortuna Mayer? Nuk është Fortuna Mayer. Nuk duket. Jo, tani na dëgjon dhe na sheh? Ja, me gjëra plastike, me gjëra të ricikluara, me gjëra që kështu. Po, me materialet të riciklueshme si janë jo kabla, jo kompjutera, jo vintage, bizuteri. Kjo Charlize Theron kishte marrë fjongot e mamit Charlize Theron, fjongot e mamit Fabit dhe i kishte vënë në shpinë. Prendo një perde me vrap aty ato fjongot që lidhin perdet edhe pap me njerë. I ka bërë si kur të jetë një gjë jashtëzakonshme. Do t'jap një lajm tronditës, të lutem mbauni të tërë, është një lajm i momentit fundit, fjongot e mamit Fabit që e kanë djeg me shpinë. Po, iku e lam pa fjongo. Ska që do blej tjera. Okej. Miranda, po thoja që edhe këtë vit VIP-at ja dolën që t'jenë në qendër të mediave në të gjithë botën, sepse vërtet, domethënë, u veshën thjesht, por që dizajnerët disa ishin veshur bukur, disa jo. Kishin bërë një punë fantastike. A kishte në një vit që ty të bëri përshtypje? Unë dallova disa nga ato që ishin më të veshurat bukur. Mund të them Madonna që ishte shumë një gjë dramatike e madhështore, shumë e mirë menduar. Dale ta shikojmë. Ja, Madonna. Kjo është Madonna. Madonna është me 6 goca, mendoj është ajo piktura e vitit 1925. Kjo është kaq e zonja sa stonon edhe kur del fotografi.
Do me thënë ishtë përmbajtur temës, Madonna gjithmonë tërheq vëmendjen. Ishtë përmbajt temës dhe është shumë, më duket që është super wow. Heidi Klum çdo vit vjen me një herë si krimp, një herë si sandwich. Heidi sikur na erdhi një skulpturë tamam aty. Ja, ku është? E gjallë. Është më tepër se sa duaj, ëh? Është më tepër se sa duaj. Heidi Klum është, mund të them, mbretëresha e Halloweenit. Ke parasysh? Po, çdo vit. Është më tepër se sa duhet. Është sikur aton dhe është on top gjithmonë. Po dhe Kylie Jenner. Po që nuk më pëlqeu dhe aq shumë. Nuk më pëlqeu dhe aq shumë. Ishte too much, se sa duhet. Kylie Jenner nuk kuptoi nëse vërtet ishin format e trupit të saj apo fustani. Kylie Jenner ishte bërë mjeshtërisht bukur. Është veshur me gap, them, me një t-shirt që është bërë si skulptura që është marrë në Louvre, mendoj, se si nuk më vjen tani. Se unë jam në udhëtim me sipër dhe ka për të dhënë këtë intervistë me shumë kënaqësi tek ju, te Ankeli dhe tek ju. Po pse nuk je në studio? Po jo mos e ka ajo. Po shkon në udhëtim. Okej. Ka dhe kërkim, ka dhe kërkesa. Miranda, ku ishe ti tani te klipi? Të veshur lezetshëm është si? Pra të festivalin, për ne te klipit e kishe fjalën. Jo. Ti ke qenë prezantues në festivalin e madh. Po. Radio Televizionin Shqiptar. Po. Jemi takuar dhe aty kemi folur edhe na mungove që jemi taku bashkë, ne jemi taku po s'ke pas syze ditë, ka qenë pas syze, prandaj nuk i mbaj mend. Nuk i mbaj mend, po që. Okej, po diskutonim se si janë veshur. Kolegu e ceku pak, por nga materialet që janë bërë veshjet, nuk do të shkoj mendja, por dhe metal, alumin, çelik. Veshjet janë bërë me riciklime. Për shembull Rihanna, të them Rihanna është veshur me, do me thënë ajo pjesa përveç 5.000 guri që janë të handmade, të qepura një me një, me disa bijou vintage, është e veshur pjesa tjetër e copës, është e krijuar nga kompjuter të ricikluar. Ua, me 3D. Do me thënë përbërja e copës. Ja, Rihanna, shumë bukur. Mua më duket shumë po flasin për të dhe gjithashtu dhe bashorti ishte shumë klasë Chanel edhe klasë dhe modern. Më pëlqyen të dy shumë. Bashorti pas ka marrë robe de chambre. Ty të pëlqyen? Ja, dhe Beyoncé. Duket si ai gjithmonë drejt vëmendjen me veshjet e tij, jo vetëm në Met Gala, po edhe në është një ndër më të veshurit bukur, është shumë trend, është shumë modern. Por duhet thënë që mbretëresha... Kurse Beyoncé është si gjithmonë, sikur ka dalë në skenë. Sikur ka dalë në skenë dhe aty është e veshur nga... Beyoncé është e veshur nga ish dizajneri shumë i dashur për të gjithë, Oliver Rousteing, që ka punuar për Balmain. Ja sa bukur. Është besnike e Beyoncé. Wow. Po pra, ka natë familjarisht, sado që s'lejoj dhe goca se ishte 14 vjeç, por... Veshur lezetshëm, po s'ishin përshtatur me njëra tjetrën dhe ishte jashtë teme. Goca, po, kartë shoqëroi mamin. Duket. Ishte, do me thënë, kishte 10 Beyoncé që s'kish marrë pjesë. Por kishte dhe nga ata të tjerë. Pas ka bërë skeletin. Është e vazhdueshme, nuk më bëri shumë përshtypje. Është kur e kam parë edhe herë tjetër, nuk më bëri përshtypje. Shumë. Por kishte dhe nga ata persona që kishin ardhur pothuajse të zhveshur fare, me diçka të tejdukshme dhe dukeshin edhe... E pra, sepse tema ishte që për trupin, do me thënë, arts, për trupin, për muzeale, gjërat që kanë të bëjnë me trupin, sepse moda është art në vetë. Dhe kështu që ato ishin referuar që të vitit që... Po, ja dhe ky, si ka një ky Sam Fender. Sam Smith. O, zot. A i doli ashtë dhe parashikimi. Ky është i egzageruar, gjithmonë është shumë i egzageruar. Po shqyqyt pak të në zhveshur këtë, nuk i duket në njëj, do me thënë nga to që me është mësuar të... Po përmblidhet, po përmblidhet. Këtë erë është zhveshur. Po më qa është këtë? Si një korë bizia, nuk e di ku është vëse se kam... Kjo për shemë një mërë. Këtu pasaj kemi roba banjo, t'i mbajmë se mos na duken.
Ti mbajmë se Ti mbajmë se mos na duket se kjo. Kjo ka pas sloganin. Mendo tani të ecë. Kjo ka pas sloganin. Jo, ajo të kishte një diçka kështu prap të binin. Bashkë se do të ta bënte edhe këtë. Nicole Kidman. Nicole Kidman. Duke u shoqëruar aty edhe duke qenë bashkë me Anna Wintour. Nicole Kidman. Shumë bukur. Tarhej shumë, domethënë. A nuk buzëqeshin ndonjëherë se janë edhe këto silikonët, operacionet plastik, këto gjërat e ke parasysh? Mirë ti Miranda, që a tregon sekretet. Kjo është Kara, është shumë modele njohur. Fare. Lady Gaga mori pjesë? Jo, Lady Gaga. Kjo është e veshur me Thierry Mugler, kjo është vaj pikturuar shumë bukur dhe përfunduar tek mëngët aq bukur, dallojnë në të gjithë Met Gala, në best. Çfarë thatë? Lady Gaga nuk... Se dëgjova? Lady Gaga, nuk e kam parë. Mori pjesë? Po Lady Gaga nuk e pash sepse base do ketë pas në fraksion dhe ajo se di pse i kalon vendin Beyoncé pas 10 viteve mbase. Me shumë siguri. Pam burrin më të bukur në botë, që është Jay-Z. I bukur në botë. Po kështu ka thënë Beyoncé, kjo është burri më bukur. Jay-Z. Jay-Z shoqërohet, ai është gjithmonë me të. Edhe i vishet klas beautiful. Normal, se ka $1,5 miliard, po me atë ftyrë opshe pash prap, mos, kush gjithë ditën do mbetet është. Qiko, njërë është që të dish se sa të kesh. Edhe në qofë se nuk ti mund të kryosh dhe të bjesh në sy me ato pak gjëra që mund të kryosh për vete, por nuk është gjithmonë leku ai që të bën të dukesh bukur. A vishen çorape gri me atlete kafe? Pysim ekspertën të që të shmëndët. Një njëri që jemi mësuar të shikojmë të veshi gjëra çuditshme, ja pranojmë dhe kështu, po gri me kafe, varet nga kafja, varet dhe nga gria. Unë them nuk varet as nga kafja, as nga gria, po nga truri robit. Ajo s'është kafe, është një cappuccino me pak qumësht. Jo, Miranda. Është kafe. Ose kafe me qikëtym cigare. A mund ta kapim pak fokus sa ka vënë? Jo. Po. Jo, mos ja prishim ditën. Miranda, të lutem. Kthej pak këmbën. Dëgjoj, këpucët shkojnë me pantallonat. Tani është në harmoni bluza me pantallonat dhe me liset e atlete që mund të quaj. E ka thyer me këtë blon. Është okej. Është okej, kalon klasën. Kaloj klasën. Yes, faleminderit Miranda. Ato çorapet ja pe Miranda apo s'ja pe dhe? A më lejt tash janë detaje gjëra të vogla tash. Kotash. Je kombinuar. Faleminderit Miranda, më në fund ekspertja. Është kombinuar siç kombinohet ullini me salcën e kosit. Shkojnë. Ja xheloz. Miranda ti e di që kjo është një botë xhelozie kjo bota jo. Si çorapet Miranda, si mjalti me kosin. I ka ardhur pak hiqet lutet, hiqet se bolla ja u shpifëm njerëzve. Shumë feti shpon. Keli po ti çfarë ke veshur Keli? Keli ka veshur si gjithmonë me kostum edhe kështu këmishë të bardhë, domethënë. Është qëndrueshëm në stilin e tij. Sepse shiko, stili është karakter, nuk mund të ndryshosh. Jo. Marr kolega, është karakter. Aq më tepër që po kalon nga mosha kempit, mosh pensionit. Do zgjidh koleg, kempin apo pensionin, të dyja s'mund t'i kesh. Për shembull se parashikoj dot Kelin të ketë vënë një kors, se të vesh një këmishë me mund të gjëra. Është gjëja më qesharake në botë. Ku bën salcën në fund gushti. Duket si Sancho Pancha. Dio, Miranda, ky program po shkon drejt bullizmit. Pasi ishte veshur? Cili? Kush? Bad Bunny. Bad Bunny. Po si ishte bërë ashtu ai më... Si plak. Po pra, ishte bërë si antari Akademisë Shkencave të Shqipërisë. Më ka kujtuar Weekend. E po mirë ishte veshur shusit, me Zara ishte veshur ama. Më pëlqeu, i jap një duar trokitje Bad Bunny. Ishte vesh me Zara. Me Zara. Me Zara. Skënderu Gjinushi nuk vendos këmish me fjongo. Jo, po ja ka vendos Akademisë fond fjongon për sipër. Me qa mbaj mëndun. Po, pra po. E me qa kam parë. Pa tjetër. Sepse nuk mere me politikën. Jo, me zemër, se edhe ne ngatrojme, as ne s'merimi më, na e ka ndaluar. Qiko, arti këtë gjithë të bukur ka që nuk duhet të përfshihet, po kur janë kauzat të mëdha për të marrë pjesë, për të ngritë zërin, janë të vetmit që mund të jenë do me të në urdhërshpyrës ose si këto
njerëzit që tërheqin vëmendje dhe bëjnë atë që nuk e bën dot çdo politikan. Këtë kanë artistët e mëdhenj në botë. Arti në përgjithësi. Miranda, të falenderojmë shumë, të përqafojmë parë dhe rruga mbarë. Edhe unë ju përqafoj. Unë përqafoj. Ishte edhe një miku im që kam qenë në pasarelën e tij, kishte vesh Janelle Monet, ajo ishte veshur shumë bukur, kishte përfaqësuar natyrën, ishte veshur me mysh të gjallë, me disa kablla, gjithashtu riciklim nga kompjutera, edhe këto ishin një ndër më të bukura. Ishte veshur një artiste kineze me një Van Herpes, është një ndër stilistët që bën shumë gjëra të bukura dhe të veçanta, me capflucka. Po që ishte jashtë teme, po ishte një gjë e veçantë, po jashtë teme, nuk ishte për Met Gala. Ja, ky është artisti që unë e kam shumë gjanë, është Cristian Siriano, kam qenë në pasarelën e tij në Amerikë. E përshëndesim Cristian, të një laftë mirë për ne, dhe më thënë. E përshëndesim që nga Shqipëria. Gjithë mirë dhe dashë. që do në Amerikë. Fortje Miranda se nuk shmëndesh, unë të shmënda kash... Paci, një përqafoj fort. Fortje që nuk e di të më thënë. Faleminderit, Paci. Kjo arrogancë, kjo ekstravagancë, kjo ekzibicionizm, kjo vanitet. Ore, ti e ke qita letra tarot, Allah nuk po gjera hatë sot do më... Hajdi plumë është të shtyllë bote, më dele aty si skulptura. Ajo s'do vi. Kjo... Civia, po, e mbyllet. A mund të thot që ka mësuar sot se ka pasur shumë? Unë bon kohë që nuk na... Sot kam mësuar këtë gjë. Si të vishesh e para? Për kolegun nuk kam pas respekt në kuptimin fizik, po duke fillu nga e hana, çdo ditë më tepër, respekt do më shtohet, sepse kolegun do të qojmë të Mr. Bërzolla, që bëhet në gjitur me barë ty atë. Oke, në pjesën e parë, në të dytën? Në të dytën mësova që puna në fabrikë është e vështirë, kamarierë, stewardess, nga këto janë punë që kështu që njeriu gjen i çan vetë rrugë të jetës. Për mua, ke investuar në media, gjej një tufë me letra edhe futu dhe ti. 100 euro në ditë është minimale që i bën. Unë e lexoj për kënaqësinë time, po jo? Po pra, kënaqësia më e madhe është ku kap një lek. E treta? Dhe e treta, rujna zot vend të kokës. Ka që kishtë. Ndërkohë një breaking news, lajmi orës fundit, sa për në ka ardhur, peticioni për të ndruar ngjyrën e flokëve të Fabit ka arritur plot 4 firma. Po kush janë këto? Në zelën e pleqve është Selimi, Qilimi, nuk e di pse e ka me Qilimi, Fistimi dhe Afrimi. Ju lutem, më jep një vetëm një javë kohë, sa ta shijoj pak dhe pastaj do bëj diçka për ta ndryshuar. Por na ke larguar ata pak, shikus na i ke larguar nga ekrani. Ne me zor i sigurojmë shikusit. Ti mund të imponohesh gjithëve me ngjyrën e flokëve, sepse Po kështu isha para një viti, pse s'u pranoni më? Ne s'ta kemi thënë, po audienca na ka rënë në atë moment. Mbani kolegun pra.